Kuvendi i Kosovës ka dështuar për herë të 15 radhazi të konstituohet, pavarësisht përpjekjeve të njëpasnjëshme për të çuar përpara procesin parlamentar pas zgjedhjeve të shkurtit. Në seancën e së martës, deputetët nuk arritën sërish të formojnë komisionin për mbikëqyrjen e votimit të fshehtë për kryeparlamentarin, pasi PDK, LDK, Lista Serbe, AAK dhe Nisma vijojnë të refuzojnë të propozojnë përfaqësues për këtë komision. Përpasoj seanca konstituive nuk ka mundur të vazhdojë me hapat e nevojshëm ligjor. Kryesuesi Avni Dehari njoftoi se përpjekja e radhës për të zhbllokuar situatën do të bëhet më 15 maj, në orën 10:30. Opozita e konsideron jo kushtetuese mënyrën se si lëvizja vetëvendosje po tenton të zgjedh kryetarin e kuvendit përmes votimit të fshehtë. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka dërguar çështjen në gjykatën kushtetuese duke kërkuar një interpretim për këtë proces të kontestuar. Ndërkohë presidenca e vendit njoftoi se presidentja Vjosa Osmani do të nisë konsultimet me partitë politike më 15 maj në përpjekje për të dalë nga ngërçi institucional që ka mbërthyer jetën parlamentare në vend.